Territori shqiptar për datën 11 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mot të paqëndrueshëm me rreshje shiu dhe dëbore në disa zona. Paraditja do të shoqërohet me rreshje dëbore në zonat verilindore dhe lindore ndërsa në pjesën tjetër të vendit priten rreshje shiu. Pasditja vijon me rreshje shiu në qendër dhe jug ndërsa në zonat malore mbeten prezente rreshjet e dëborës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 11 janar do të jetë rreth orës 6:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, -1 deri në 6 gradë Celsius. Kukës, -7 deri në 0 gradë Celsius. Peshkopi, -6 deri në 1 gradë Celsius. Tiranë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Durrës, 1 deri në 9 gradë Celsius. Kavaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Elbasan, 0 deri në 6 gradë Celsius. Berat, 1 deri në 8 gradë Celsius. Korçë, -9 deri në 1 gradë Celsius. Vlorë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjirokastër, 0 deri në 7 gradë Celsius. Sarandë, 2 deri në 10 gradë Celsius.